Unë vi në një familje muzik dashse. Dhe në përgjithësi, gjatë kohës, vit bëhet do të ndatë gjana, do të thënë, para 90-s dhe mas 90-s. Para 90-s kanë qenë idhujt e mi, kanë qenë Ema Qazimi. Shqiptar. Shqiptar gjithmonë. Liliana Kontaktçi ka qenë. Ka qenë Ertila Koka. Keni qenë ju, profesor. Më lërë hajde. Nësa mas 90-s me thënë të drejtën Elton Deda. Aleksandr Gjoka. Redon Makashi. Këto. Po ke muzika ndërkombëtare, ku je? Ku zhanër? Te zhanri përgjithësi jam te muzika italiane. Ke muzika italiane? Cilentano. Unë të njohë... Todo Cotugno. Toto Cotugno. Ti je natyrë romantike dhe të pëlqejnë gjërat romantike se dukesh. Më ka bërë përshtypje dhe mënyra si më ke folur për kolegët e tuaj, që kur more vesh kush do më operonte, folje me superlative, madje ke marrë në telefon direkt. Edhe po më bindje mua që shiko se është një operacion aq i thjeshtë se ke iden. Këtu jeni mjeshtra jo, si i thjesht nuk ishte fare. Kështu, por kjo duhet. Unë mendova të dedikoj tamam një nga baladat më të bukura në botë, edhe pse vjen nga një film i muzikuar, Il Mago di Oz, Magjistari i Ozit, filmi i famshëm, dhe unë kam gjetur një version që e çmoj shumë të interpretuar nga Josh Groban, që mendoj që ju të dy ju lidh jo zanati, po ju lidh shpirti i bukur që keni. Dhe Over the Rainbow, do të thënë, Sipër i Ilberit, është kjo kryevepër që unë të adhuroj me gjithë zemër, duke të falenderuar ç'ke bërë për mua. Falenderoj. Edhe ç'do bësh për të gjithë të tjerët pas meje. Për mu, personazhet të kësaj natyre, unë i pres kështu, jo në përgjithësi, po sidomos me ato që jam rritë, si me muzikën, si me sportin, si me njerëzit që i kanë kushtu jetën e shpirtin këtij popullit. Atëherë t'ja dedikojmë dhe familjes tuaj këtë. Over the Rainbow këtë kryevepër. Ishe kënaqësi që u pam. Shumë faleminderit shpirt. Ishte perl. Gjitha të mirat, do shihemi, do shihemi së zgjuar. Jashtë punës, se tash ti po të bezdis se je në punë. Jo, nuk bezdis fare, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime. Ishte kënaqësi. Mirë pafshim. Shëndet. Pafshim. Shëndet.